me të tjerët, por edhe falë mundësisë jashtëzakonshme që na ka dhënë natyra apo Zoti, që të kemi një vend që i ka të gjitha potencialet dhe asetet e nevojshme për të qenë një vend i pasur. Duke kthyer gjithë të pasurinë natyrore në një motor të ekonomisë sonë. Jo vetëm në një bukuri që e shijojmë duke e parë, por në një motor të ekonomisë sonë, siç kanë bërë të tjerët. Dhe shikojeni rreth rrotull fqinjët tanë. Shikojeni Greqinë, se nuk po ju them Italinë, se Italia është një vend i madh, një nga 7 vendet më të pasura të botës e të tjera me shumë histori dhe me shumë ndryshime në këtë drejtim. Po shikoni Greqinë. Shikoni Greqinë në jug, se çfarë ka bërë me turizmin dhe se sa shumë ka fituar prej turizmit. Shikoni edhe Malin e Zi në veri, një vend më i vogël se Shqipëria, një vend me 5-600.000 banor, një vend me një territor shumë më të vogël dhe me pasuri natyrore shumë më të pakta. Është një vend i cili prej vitesh tani më është në krye të klasifikimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor për paga, për pensione, për mbështetje financiare për ata më në nevojë. Është një vend i cili nuk ka fabrika, një vend që nuk prodhon as makina, as traktor, as anije, dhe nuk ka as industri. Është një vend që nuk ka bujqësi. Në Malin e Zi, një pjesë e konsiderueshme e produkteve bujqësore i marrin nga Shqipëria. E si ka mundësi që ka të ardhura për frym më të larta edhe se sa vetë Serbia, që është vendi më i madh i rajonit dhe që ka dhe industri, ka dhe plot të tjera gjëra që Mali i Zi nuk i ka. Vetëm për një arsye, se Mali i Zi ka bërë atë që sot na ka ardhur radha ta bëjmë ne dhe për të cilën kanë dalë protestat atje. Dhe për të cilën është krijuar gjithë kjo çorodi e madhe, duke ngatruar lloj-lloj gjërash në një çorb, duke ngatruar pasionin për mjedisin, duke ngatruar ndjenjat e dashurisë për natyrën dhe nevojen për të mos u prekur natyra, me lloj-lloj agjendash të tjera dhe lloj-lloj qëllimesh të tjera.